Nga takimi në Vlorë ku prezanton kandidatët për deputet në zgjedhjet e 11 majit, Kryeministri Edi Rama përsëriti se nga këto zgjedhje do të vendoset fati i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rama renditi se cilat do të jenë përfitimet e shqiptarëve pasi Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian. Vaso është greku më i mirë që kam njohur, shumë i mençur dhe i njohur, është krenari për skuadrën tonë. Votuesit e parë, ata që kanë fatin të jenë me të rinjt, duhet të jenë më të interesuarit për rezultatin e 11 majit, se është bashkuar ylli i fatit ton me yllin e Bashkimit Evropian. Është e rëndësishme, nuk duhet shumë njohuri për Bashkimin Evropian për të parë që ka pasur sjellje të ndryshme ndaj idesë për zgjerimin, tha ndër të tjera kryeministri. Leje se thot Edi Rama në televizor, këtu jemi ne. Dhe dje jam ndjerë shumë keq, kur kam dëgjuar nga disa nga ata të rinjt, se si ata janë ndjerë në raport me përfaqësuesit tanë këtu. Këta deputet që janë sot në listë dhe që dhe nesër në parlament, nuk do jenë dhe nuk duhet jenë kur deputetet e PS-s vetëm për antarët e PS-s këtu, po duhet jenë deputetet e Vlorës për Vlorën dhe për të gjithë vlonjadët. Dhe Vlora është shumë e vogël, është shumë e vogël për t'i lejuar vetes një luks absurd që të gjithë njerëzit që duhen për të kontribuar t'i shëmtojmë në një anë. Ne duhet të jemi të zot që njerëzit më të mirë, profesionistët më të mirë, njerëzit më të përkushtuar, ata që duan të punojnë për Vlorën, ata që duan të punojnë për qarkun e Vlorës, ata që duan për Shqipërinë, ta kenë një mundësi pavarësisht se çfarë bindjesh kanë. Kjo duhet jetë Partia Socialiste. Që një forcë, një familje që të ketë kurajon dhe të ketë angazhimin që çdo vajzë, çdo djalë në këtë qytet ta shohin sy edhe të mos e privojë nga ajo që meriton dhe gjithmonë të mos e privojë nga një gjë shumë e thjeshtë që çdo qenie njerëzore që është qytetar i këtij qyteti, i këtij qarku e meriton, respektin. Le të shkojnë të bëjnë çfarë duan. Bëjnë çfarë duan. Eksakt. Siç sapo e konfirmoi dhe Zogu që Fishkëlleu, eksakt. Se e kam kuptuar në vonesë që kjo fishkëllime e gjatë në Vlorë nuk është kështu nervozizëm, është erotizëm. E saktë. Është dashuri, është pasion, është erotizëm politik. Shumë mirë. Pra, ne këtu jemi dhe më vjen shumë mirë që jeni këtu sot dhe unë dëshiroj dhe uroj dhe shpresoj që gjithë ata që janë këtu sot të bëhen zëdhënësit e kësaj fryme, e frymës që mishëron kjo skuadër, një skuadër e përzier, imagjinoni, e kishit imagjinuar ndonjëherë juve që të shikonit ku është? Të shikonit shtrigën e Vlorës këtu, Bruna Mersilin, në një podium me shtrigën e Çadrës, ja ku është. Njëra ajo i ka lyer flokët për fushat, po ajo i ka të zeza. Që një e zezë, një e bardhë, të dyja bashk këtu, kjo është Partia e re socialiste që ne duam për Vlorën. Dhe ju falenderoj shumë, sinqerisht falenderoj në radhë para ata që qëndruan në këmbë, po, faleminderit, po. Edhe deri në 11 maj, deri në 11 maj, ti që bën këtë fishkëllimin e gjatë, do t'ja bësh në vesh këtë fishkëllimën
çdo kujt që është i lëkundur. Dakor? Shumë faleminderit.